Kam bërë pakt me djallin për të fituar Big Brother. Rogerti surprizon me deklaratën në radio këtë javë është rikthyer sërish Big Brother VIP për radio në Top Albania Radio, ku personazhet e spektaklit po shfillojnë intervista të drejtpërdrejta, duke komentuar zhvillimet më të fundit nga shtëpia e Big Brother VIP Albania. Brenda ambienteve të shtëpisë është ngritur një studio radiofonike, ku deri në orën 18:00 banorët rrëfejnë eksperiencat e tyre, strategjitë dhe raportet me njëri tjetrin. Në panelin e radhës ishin Miri dhe Seli, ndërsa i ftuar ishte Rogert, i cili nuk nguroi të japë përgjigje të drejtpërdrejta dhe plot humor. I pyetur nga Miri, a ke bërë pakt me djallin për të fituar Big Brother, Rogerti u përgjigj me batull. Kam bërë pakt me djallin për të fituar Big Brother, dhe djalli është Miri. Ai shtoi se bashkëpunimi mes tyre është pjesë e strategjisë së tij në lojë. E kam thënë edhe në fillim, pakti im me Mirin do më çojë në finale. Jemi një super dyshe e pandalshme. Në një moment më personal, Rogerti u pyet edhe për një mesazh për djalin e tij, duke treguar një anë më emocionale. I them që e dua shumë. Do dalim xhiro dhe do argëtohemi sapo të dal nga këtu. Megjithatë, ai u shpreh edhe kritik ndaj formatit në një aspekt, duke thënë se nuk do të dëshironte që djali i tij të bëhej pjesë e këtij spektakli nëse do të ishte i realizuar në jetë. Nuk do ta doja djalin tim në Big Brother nëse do të ishte i plotësuar. Kjo është një lojë që mund të ringresh karrierën, e cila mund të jetë drejt fundit, u shpreh Rogerti. Deklaratat e tij kanë ngjallur reagime në rrjet, sidomos për mënyrën e drejtpërdrejtë se si ai e sheh lojën dhe rolin e saj në jetën profesionale të pjesëmarrësve.